1/3 e natës. Profeti, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, thot: Allahu i madhëruar zbret çdo natë në qiellin e dynjas, kur ka mbetur dhe 1/3 e natës, dhe thot: Kush më lutet që t'i përgjigjem? Kush më kërkon që t'i jap? Kush më kërkon falje që ta fal? Transmeton Buhariu. Nata fillon kur perëndon dielli dhe mbaron me lindjen e tij. Nata dhe dita ndryshojnë për nga gjatësia sipas tinëve të vitit. Si gjendet gjysma e natës? Nëse do të thirrë ezani i akşamit në orën 7 dhe ezani i sabahut në orën 4, i llogarisim orët nga 7 deri te 4 dhe del 9 orë. I pjestoj me 2 dhe del 4 orë e gjysmë. Pra, gjysma e natës fillon pas akşamit 4 orë e gjysmë ose para sabahut 4 orë e gjysmë. Pra, gjysma e natës i bie të jetë në orën 11:30. Si gjendet 1/3 e natës? E njëjta rrugë si më sipër, por nuk e pjestoj me 2, por me 3 dhe del 3 orë. Nga koha e sabahut heqim 3 dhe del ora 1. Pra, fillon 1/3 e natës në orën 1 të mëngjesit.